kjo fillon këtu dhe del nga krahu tjetër që është gati një 150 metra. E ndara në dy pjesë. Pjesa parë ishin dhënsat 91 me fuqi shumë të madhe dalje, 150 watt, me ndorë 150 watt një lamp të ambash larg të mdizë. Pjesa dytë ishte dhënsat 150 watt, që quhen 150 watt, edhe ato fuqin po kuptohet që kanë 150 watt, plus kishte në çdo sallë kishte nga një marrës, sepse duhet bëje ai që kolaudonte marsin, ta dëgjonte edhe në radio që është fuqia e dur apo jo. Edhe bënte akordimin sa më të mirë sinjalit. Pra, është një specifik shumë e veçantë ishte në ndërlidhje, shumë e veçantë. Do të bëje maksimumin që të çoje maksimumin e sinjalit. Jo kushdo mund të ishte radist asa kohë. Thash, duhet kishe i qik vesh, një, edhe kishte një rregull transmetimi, rregull ke dora, ke kyç. Transmetimi bëhet gjithmonë me kyç. Sepse kyçi ka manipulimin pa mbarim. Nëse ti do të provosh gjithmonë kur lan ose bën një diçka me gishta, gjithmonë fillon ndjen pirje. Dhe radisin më tepër se 5-6 minuta, nëse transmeton me gishta nuk jep më. Bllokohet dora. Kurse kyçi lëviz lirshëm. Çfarë si lëviz ky kyçi? Ka pikë mbështetje këtu dhe kyçi lëviz pa mbarimisht, gjithë ditën mund të rrish. Dhe pa lodhje. Kurse kyçi bllokohet, nerva janë këtu. Si përzgjidheshit ju atëherë? Kurtha? Si përzgjidheshit? Si përzgjidheshim? Në bazë të klasit të klasifikimit që bëheshin në klasë edhe në terren. Në klasë bëj provim, njësoj. Ishte një format, radiogrami, me 100 grupe, 10 kështu, dhe nuk duhet bëje më tepër se 3 gabime. Pra, në 100 grupe, po 100 grupe, një grup ka 5 gërma ose 5 shifra. Duhet bëje vetëm 3 gabime. Ju para ushtrisë kishit mbaruar shkollën? Jo, isha gjimnazist. Nga gjimnazi, në ushtri. Bile njerë për kuriozitet ka më quen në saktuar në gard, vajti i mate ktheu, i tha, jam gard. E dua këtu. Erdha këtu. E kisha dhe qep, se e kisha mësuar alfabetin që përpara, ma kisha mësuar live, që kisha përpara me ushtare. Edhe e pata edhe dhunti nga filmat e nga këto. Tani unë du të tërgoj një sekret. Sa i rëndësishëm është transmetimi korrekt në telegrafi. Qofse e keni dëgjuar Ricard Sorgen, keni dëgjuar? Ricard Sorgen është ai që i dha Stalinit sinjalin që ushtria japoneze nuk do sulmoje. Pra ishte agent rus në Japoni. Dhe ky kishte një radist vetëm, që quhej Max Klauze. E di ky është djegur vetëm për një gërm. Ajo që u thash, që nuk dha gërmën e mbylljes. Gërmën kë, ta, ti, ta. Vetëm për atë gërm, e la stacionin hapur, e la tjetrin, jo ti vetin, e la tjetrin hapur. Por japonezët kishin shpikur një aparat që ti duhet po transmetoje 15 minuta, a i të identifikon të ku ishe.